Kiara Tito dhe Luiz Zelli janë çifti që u formua brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri në edicionin e dytë. Lidhja e tyre u duk sikur nuk do të zgjaste dhe si ishte vetëm për lojë, por me sa duket, të gjithë ata që kanë menduar këtë janë gabuar. Së fundmi, moderatorja Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një kujtim të ëmbël dhe emocional nga martesa me këngëtarin Luiz Zelli, e zhvilluar gjatë natës finale të spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në një postim në Instagram, Kiara publikoi një foto të tyre në momentin romantik të dasmës, shoqëruar me një emoji zemre dhe numrin 2, si simbol i 2 viteve martesë. Kujtojmë që martesa e tyre gjatë spektaklit u komentuar gjërësisht në media dhe rrjetet sociale, duke u cilësuar si një nga momentet më të veçanta në historinë e spektaklit. Me këtë foto të publikuar, Luiz dhe Kiara tregojnë se dashuria e tyre vijon e fortë pas 2 viteve, sidomos tani që kanë triumfin e dashurisë së tyre, vajzën Luna Marie Elli. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.